Okay. Zotri, kuptum na tregove që ke ardhë nga diaspora për të votuar në Kosovë. Ju keni pas mundësi që të votoni përmes postës ose në kutitë e votimit në ambasadën konsulat. Pse erdhët e nuk e shfrytzuat drejtën për të votuar nga atje? Erdhëm parasysh se e pam që ma mirë është marrë këtu, me qenë ma të sigurt, edhe patëm qef edhe me orë mi pave Gjakovën edhe herë. Kështu që Pse po thu ma të sigurt këtu? Ma të sigurt këtu se shembull posta parë se herë u qumë shumë fjalë, jo e në shpërkullu, jo e në dru, jo kanë shti jemna që kanë qenë mërgat, edhe në atërë po të arsysh me martu, pensionera jemi. Kështu. Një rrugë dy punë, edhe për qefe familje, edhe për të votu. Do të qëndroni deri pas vitit të ri? Po. Jo, familjen e kemi lon atje, vëlla. Familjen e kemi lon 5.000 i kemi, edhe 8.000 pa mesa. Bini më ullënu, tha pse për shkoni, thash dojmë shku, thash atje në banë me votu. Po familja atje kanë votu? Po. Ata kanë votu me postë? Po, ata në shku në për ambasada, konsulata. Ju faleminderit shumë. Dhe qëndrëm kanë shumë në Gjakov. Faleminderit shumë.